Kryesisht ishin 4 temat për të cilën folëm në takimin me zotin Han. E para është, domethënë, zhvillimet politike, marrëveshja politike dhe në sajt e kësaj organizimi i zgjedhjeve parlamentare të parakohshme. Tema e dytë kishte bëje me reformat urgjente prioritare, tema e tretë implementimi i marrëveshjes së Ohrid, gjithsesi analiza cilësore dhe e katërta është me krizën e refugjatëve. Le të flasim për të gjitha nga pak, zoti Besimi. Fitohet përshtypja se janë formuar 2 bloqe për mbajtjen e zgjedhjeve më 24 prill, respektivisht për shtyrjen e tyre, me arsyetim se nuk janë plotësuar të gjitha shtyllat kryesore të marrëveshjes. Në fakt, nga gjitha diskutimet në Bruksel, ajo që ishte temë ishin që zgjedhjet duhet të jenë fair demokratike, të besueshme dhe sipas standardeve ndërkombëtare. Dhe kjo në esencë ishte edhe ideja e marrëveshjes politike të 2 qershorit dhe pastaj të zgjeruar me protokollin 15 korrikut, me qëllim që të bëhen të gjitha reformat që Maqedonia të kalojë krizën politike, të cilën u gjet gjatë kësaj periudhe dhe të mund të krijojë një periudhë më stabile dhe të hap perspektivën euroatlantike të vendit. Bollsherri mbetet spastrimi i listës zgjedhore reforma në media. Po, sakt, domethënë sa i përket këtyre çështjeve, ashtu siç ishte edhe letra ambasadorëve të SHBA dhe të delegacionit evropian në Republikën e Maqedonisë të dërguar kryeministrit aktual, thënë këta ishin çështjet të cilat adresoheshin kryesisht sa i përket procesit zgjedhor, në çështja e medjave dhe administrata publike, gjithsesi ndarja e shtetit e partisë nga administrata publike. Domethënë, dhe kjo është ajo që do të jetë edhe pjesë e vlerësimit tani në fund të kësaj jave paralajmëruar dhe kryesisht do të vi nga analiza e cila do të dalë nga institucionet ndërkombëtare, siç janë OSBE, ODIHR dhe IFES-i, si dhe kapacitetet që ka ndërtuar Komisioni Shtetëror Zgjedhor, dhe cila do të jetë puna që pret këtë institucion për të organizuar zgjedhjet parlamentare të parakohshme. Zoti Besimi, një çështje tjetër të cilën e përmendet edhe ju, mbetet kriza e refugjatëve, vlerësimet nga Bashkimi Evropian, por edhe nga grupimi i Vishegradit, paksa lënë të kuptohet se ditëve të ardhshëm mund të ketë zhvillime të papritura që mund të thellojnë krizën edhe këtu tek ne në Maqedoni. Për në fakt, kjo ndërlidhet edhe me pjesën e parë se përket procesit zgjedhor, dhe në kuadër të asaj duke supozuar që Maqedonia duhet patjetër të organizojë zgjedhje me standardet më të larta demokratike. Dyta është që sa më parë i kryen, domethënë ndodh implementimi i marrëveshjes politike dhe realizimi i zgjedhjeve është në interes të stabilizimit të qeverisjes në Republikën e Maqedonisë në periudhën që vijon, duke patur parasysh që pranvera pret edhe një fluks më të madh të refugjatëve dhe zhvillimet të cilat po ndodhin në këtë drejtim edhe në politikat evropiane dhe në zonën ndërkufitare mund të krijojë tensione të reja. Mirëpo ajo që është më e rëndësishme që Maqedonia duhet të luajë një rol konstruktiv në këtë proces, të përcjell politikat që vijnë nga Brukseli, vija kryesore që nënkupton që një koordinim i fuqishëm në këtë drejtim në kuadër të menaxhimit me krizën e refugjatëve do të jetë kondici sine qua non për të u menaxhuar me sukses i gjithë ky proces në kuadër të Bashkimit Evropian, dhe këtu nuk do të kisha bërë ndarjen, edhe pse vazhdimisht po ndodh këto ditë, domethënë ndarja e mesazheve që vijnë nga Brukseli apo institucionet apo shtetet që janë themeluesit e Bashkimit Evropian dhe grupi i Vishegradit, duke aluduar që këtu ka ndonjë jo konsistencë. Megjithatë, politikat evropiane do të jenë konsistente dhe Maqedonia do të jetë në vijim me këto. Kur është fjala për Maqedoninë, zoti zëvendës kryeministër, cili është pozicioni i qeverisë karshi spekulimeve se mund të ketë mbyllje të kufive, mund të ketë prishje të zonës Schengenit? Atë po them, Maqedonia do të përcjell atë që do të dalë nga Brukseli, politikat e Bashkimit Evropian sa i përket menaxhimit me refugjat. Kryesore këtu në këtë rast është që të funksionojë Bashkimi Evropian, kufit ekstern të Bashkimit Evropian, apo siç quhet të ruhet zona e Schengenit, që janë shtyllat e Bashkimit Evropian, të funksionojë marrëveshja e Bashkimit Evropian me Turqinë për menaxhim me fluksin domethënë numrit të refugjatëve që vijnë domethënë nga Turqia për në Bashkimin Evropian, të bëhet regjistrim adekuat i atyre që janë refugjat në të vërtetë që vijnë nga zonat e luftës
krahas atyre që janë emigrantë ekonomik, që shfrytëzojnë rastin, me qëllim që të mund të menaxhohet më mirë procesi i absorbimit të refugjatëve që janë në nevojë dhe në mënyrë më dinjitoze të u dilet në ndihmë këtyre. Dhe Maqedonia në këtë drejtim gjithashtu ka kërkuar ndihma të shtesë sa i përket regjistrimit dhe kontrollit të kufive, me qëllim që të mund ky proces të menaxhohet më së miri. Kemi ndihmën e Frontexit të Bashkimit Evropian dhe disa vende të Bashkimit Evropian, po dhe këtë javë Bashkimi Evropian alokoi 10 milion shtesë euro për të ndihmuar Republikës Maqedonisë për të menaxhuar me këtë. Normalisht që kjo nuk mjafton, por ne këtu do të jemi konstruktiv në menaxhim ashtu siç pret Bashkimi Evropian nga ne. Shtesë paralajmërohet të ditë edhe ndihma e vendeve të NATO-s që do t'i ofrohet në Bregdetin e Greqisë për të menaxhuar më së miri situatën në hapësirën e hapur në të transferit të refugjatëve në të ashtu quajtur ruta ballkanike e migracionit. Dhe një pyetje paksa personale, zoti Besimi, cili është mendimi juaj? Do të kemi zgjedhje më 24 prill apo mbetet të presim e të shohim? Preferoj që mos spekuloj, domethënë të shohim raportin, vlerësimin të cilin do të vijë të premte.